fol me Ergysin, po pres lidhe Ergysi. Atëherë në çdo periudhë, kjo është dhe një periudhë e cila është një periudhë virozash, ku kemi paraqitje të pacientëve më të shpeshta nëpër urgjenca. Një nga arsyet është edhe fillimi i shkollave, të cilat grumbullohen fëmijët e tjerë dhe aty ku ka grumbullime si kopshtet, qerdhet, shkollat, të gjitha këto janë një arsye për shpërndarjen e viruseve, të cilat ne në kohën përpara kemi thënë që nuk duhet pra grumbullimi ose ato masat që ne i thamë që në kohën që u ishim pjesën që ishim më të aktivizuar në kohën e Covidit. Ajo që është e rëndësishme, çdo viroz duhet të ketë kujdes, sepse shenjat klinike janë temperatura e lartë, kolla, edhe në rastet tek moshat të cilat janë moshat e treta mund të jenë edhe problematika të cilat agravojnë, siç mund të jenë dhe sëmundjet e ndryshme të cilat janë si problemet kardiake apo problemet e diabetit mellit, apo gjithashtu edhe ata të cilat vuajnë me astma bronkiale, të cilat një viroze e bashkangjitur e agravon situatën më tej. Është një periudhë e cila tashmë kanë filluar edhe vaksinat për parandalimin e këtyre virozave, të cilat janë shumë të rëndësishme. Ne për shembull në urgjenca stafet mjekësore bëjnë vaksinat për parandalimin sepse jemi në kontakt, ose moshat e treta e tjerë dhe qendrat shëndetësore, po ashtu kanë bërë planifikimin e bërjes së vaksinave. Vaksinat në përgjithësi është shumë e rëndësishme të realizohen sepse ato janë parandaluese. Për shembull një pacient që ka edhe sëmundje bashkangjitëse, një viroze e cila mund të agravojë situatën, ndërsa në një pacient i cili mund të ketë bërë dhe një vaksinë, ajo e parandalon dhe kemi një prognozë më të mirë të ecurisë së sëmundjesh. Rastet që paraqiten në urgjencë në këtë periudhë kohe, sikurse e thamë, sepse ka filluar edhe grumbullimi dhe shkollat janë një arsye më tepër, atëherë janë të tepërta në urgjencë dhe mund të kalojë deri në shifrat mbi 200 raste në 24 orë, cila në urgjencë është janë raste të tepërta, të cilat unë i këshilloj të gjithë pacientët ose personat cilët janë të prekur me viroza të kufizohen derisa të kalojë ajo gjendje, të paraqitet te mjeku i familjes një paraprakisht për të marrë këshillimin e duhur dhe më tej mos ta lej pra të agravojë situatat, sepse mund të kemi edhe raste të cilat agravojnë dhe vinë me dispne, një temperaturë që e cila nuk menaxhohet më pas dhe arrin deri në hospitalizim të pacientëve. Këto janë më të paktë, por gjithmonë pacientët duhet të kenë kujdes në momentin e parë të kontaktojnë me mjekun e familjes. Një pyetje të fundit, a ka të personat të cilët vinë në urgjencë që paraqiten, janë personat të cilët nuk kanë kryer vaksinën gripale? Realisht, personat cilët kryen vaksinën janë më të mbrojtur, se vaksina e mbron domethënë individin, sidomos në çdo vit ne kemi bërjen e vaksinave gripale të asaj kohe, pra të sezonale. Dhe gjithmonë këto janë mbrojtëse dhe e parandalojnë zhvillimin e një sëmundje të cilat, sepse kemi raste të cilët janë edhe me sëmundje kronike. Dhe nëse ata domethënë e bëjnë vaksinën, ato gjithmonë e kalojnë më lehtë, pra e parandalojnë një ecuri që mund të shkojë më rënd për një pacient i cili ka sëmundje të ndryshme, sidomos dhe problemet kardiake. Pra gjithmonë mjekët dhe shëndeti publik këshillon për bërjen e vaksinave për parandalimin e agravimit të sëmundjeve të cilat mund të jenë dhe shoqëruese dhe mund të jenë dhe fatale ndonjëherë. Faleminderit.
thash që unë është gazetar, gazetarjet e conë, Po. janë